Në kuadër të 85 vjetorit të formimit të Çetës së parë partizane, një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së luftës antifashiste në Shqipëri, Shoqata Patriotike Kulturore Myslim Peza organizoi një aktivitet përkujtimor në fshatin Pezë, ku hodhën themelet e qendresës popullore më 5 qershor 1920. Në këtë aktivitet solem, mes figurave të njohura të historisë, politikës dhe akademisë, u nderua edhe gazetari Ndriçim Gjoshi me titullin Nderi i Shoqatës, si vlerësim për kontributin e tij shumë vjeçar në media për promovimin e vlerave të luftës nacional-çlirimtare dhe ruajtjen e kujtesës historike. Certifikata e nderit ju dorëzua nga kryetari i shoqatës, zoti Daud Kryemadhi, në një moment të veçantë emocional, ku salla u ngrit në këmbë në shenjë mirënjohjeje dhe respekti. Gjatë aktivitetit u theksua se Gjoshi, përmes punës së tij në gazetari, ka kontribuar në mënyrë të vazhdueshme për dokumentimin dhe shpërndarjen e historive që lidhen me luftën dhe figurat e saj kryesore. Në aktivitet morën pjesë personalitete të shquara si profesor Pëllum Xhufi, Fatos Klosi, profesor Dr. Xheladin Ceka, deputeti Toni Gogo, si dhe përfaqësues të shoqatave të veteranëve dhe trashëgimtarëve të Lanç. Gazetari Ndriçim Gjoshi, befasuar nga kjo surprizë, falenderoi të gjithë të pranishmit, ndërsa theksoi se ky çmim është jo vetëm një nder personal, por një motivim për të vijuar më tej misionin e pasqyrimit të historisë së vërtetë të popullit shqiptar.